Si me urujt për sprove të kohës kur çdo gjë na del përpara në telefon. Ajo që na bën imun kashi sprovave, në telefonin pas sa e qel, ki mundësi më fut në lloj atje subhanallah botet në dytë pest, pa moralshme, të pandershme e kështu me radhë, si me rezistu. Mas pari duhet me pas parasysh. Pse nuk bën që të mi këshyr? Pse nuk bën këtë me bërë? Pse nuk bën? Nëse të njëri ka një thirrje brendshme, për në ka regull bëj ka pas ban, pikërisht duhet më ka për këtë thirrje. Për i ka bërën këtë thirrje. Allahu e ka ndaluar. Tash, mund t'jemi në udhkryq duke u testuar dashnia jonë për Zotin e dashnia jonë për atë që Allah e ka ndaluar. Kujt kemi dhënë përparësi? Shpesh në edime që s'ban, Allah e di qashtot, po nuk moj, dëmon nuk ka forcë. E këtë forcë të brendshme na duhet më ushqy. Forcën e besimit, forcën e dashurisë ndaj Allahut te bareke o taala, forcën e bindjes në premtimin e Allahut se kush e lën një punë të keqe, Allah ja zavëson me më të mirë, e shpërblen. Sa më të fuqishme janë këto thirrje të brendshme, këto forca të brendshme, aq më stabil jemi karshi provave dhe provokimeve të jashtme. Të shohim pak me sy moral atë që po na provokon. Që do kofta, jo veç me sy e psharak, veç me qasjet në knacjet përkohshme, jo për te kësaj, hajtë e që më perdë, qka ka këtu? Qka ka? Në knacjet përkohshme, e turshme, e ligë, që pasoj qka vjen? Pasoj, mërzi, dëshprim, pasoj nga njërë të pari parushme, zhgënjim, etje që kërkom prap me ngop, e kështë më radhë. E qëka në fund ke mu? Korqë. Nëse dikur për shambull e reklaman, të nërmë shikush, helmin, si pije freskuse, të ambalazhuar bukur, një nuk duhet më ashtu nga ambalazhat, nga reklamat. Qëka ka mrena? Ka helm valab. Kur e pin, shkakton komplikime serioze me frimarjen. Pe pi se reklamën e paskat mirë, e paskat duke në mirë, a bë njëri me që më këtë? Çka më duhet mu reklama? Çka më duhet mu ambalazhimi i bukur? Çka më duhet mu era e mirë? Nëse konsumimi i pijeve të caktuara ma komplikon situatën me frimarjen. Njëri refuzon. Ne duhet me mendu për te, jo vetëm në shkëlqimin e jashtëm, jo vetëm në pamjen e jashtme. Çka ka për te kësaj? Çka ka për te kësaj? Ne nga njerëzit edhe të riqin ka nga një pamje e bukur për shembull, mund të jetë edhe trup njeriu. Çka ka për të thënë? Çfarë vlere përfaqëson ai trup? Çfarë edukate përfaqëson? Jo vetë çfarë pamje përfaqëson. Ja duhet më kthy në origjinë, në bazë. Ajo çka është e çmuar, ajo çka është e rëndësishme, jo ajo çka shkëlqen. Nëse ka mundësi të ketë ndonjë material caktuar që është aq i shkëlqyeshëm sa që ti merr syt më shumë se kush çfarë ari. Ai këso është kurrë, është shkëlqim falso. Prandaj, të ndërmë shikues, është shumë e rëndësishme ta shikojmë një gjatë realisht që shëm. Ta shohim shëmtimin për që është i fshehur për te zbukurimit edhe amballazhimit edhe joshjes. Kjo është shumë e rëndësishme.